Unë e kom muzik, labi, sa një ma i let i mundshëm, ditë sotit është më bojë bukur. Edhe mos me në, Olba, të lutëm, s'po du me folë me tyje. Po mirë pra unë po flasë tani me ty. Ani me mu jo, nëse te vazhdo, ani atërën po zgjohëm. Po zgjohë, ama nuk është mirë, tani edhe shkurta bën gabim. Po qëndro, Edhe shkurta. ti sun më ndalon mu drejtën e botës. Shkurtës vërtet e ka rëndu shkurtëm, ka rëndu Mos marrë më ndu me të ti e vogël. A unë që kam grujnë e vogël qa me potash? Këtë po them. Por është ma e bukur se këta. E shkurtën e ka rëndu shumë. Se ka pastërti, zemër, shpirt, moral, tana. Përmende operacionet estetike edhe ndërhyrjet estetike. Ti ato që e bën me dëshirë nuk është ofendim. Se ti ke bu me dëshirë. Po ti po ju thup se unë jem gjeloze për ty kurse ti e falës në përbërje. Edhe ti po ofendon atë. Jo, s'po thon falës. Po pra, ja ke thënë shkurta. Labi, ti nëse ofendon fizikun, unë se kom dorë gjatësin. I tha dhe ti ki bo. Se kom unë e gjatësin, po. Po kem gjelozi për ty se ti e bëme. Une gjatësin e të rupit, une nuk e kom dorë. Nuk e kom dorë. Nërsa ajo ndërhyrët nuk o që ka i merë ofendim se i ka pu me vetë dëshirë. Nërsa unë fizikon të nuk kam gjelozi për ty se je e bëme. Ofendim është ajo shkurta edhe nga ty. Po nuk është ofendim, a i ka pu me dëshirë. Po ti a the në mënyrë ofenduese, se ti the nuk kam se të kem gjelozi për ty se ti je e bëme. Pejdhuna pej dëshire. Po ti a the në mënyrë ofenduese shkurta. Pejdhuna pej dëshire. Shkurta në momentin që ti thu një femre, s'kam se të kem gjelozi për ty se ti je e bëme, nuk je original. Ti po ofendon femrën tjetër që nuk është originale. Prej dhuna apo prej dëshire. Ti a the në mënyrë ofenduese. Prej dhuna apo dëshire. Gjdo njëri, Ti në momentin që i thu se nuk kam gjelozi se je e bëme. Ti mu thu që po gjelozoj, unë kom të drejt më të regu që pse nuk gjelozoj. I ke ofendu edhe ti shkurta. Kom të drejt më të regu në regull, falim derit shumë. I ke ofendu. Në regull të e mërë unë ta du të mirë, prandaj po të them, nuk ka nevojë të bish në nivelin e tyre. Kur e në regull. Po e ke thënë disa herë. Nuk ke nevojë. Po e di që thua vetëm për sy e faqe, faleminderit. E që me tash, a me ra seshde. Unë jo me ra seshde. Unë kom të drejtën e botës me të regu pse nuk gjelozoj. Se për mu është seni ma i letë edhe seni ma i thjesht e mundshme ti me kon e bukur. Edhe bia ka thonë këtë sen. Vetë bia ka thonën, seni ma i letë i mundshëm është ditë sotit tha më kon e bukur. Vetë bia ka qenë një ndër ma realet që to. Ditë sotit është gjë më vështirë me që njëri i bukur. Me zemër të mirë, ajo mu zi që arma ka të regu shputër e komës dhe me këte jesa koma jame. Edhe kjo gjevahirja që pa të hemen, edhe kjo tjetra. Kur te mu ma krazëm... Kassandra, që mi thupja. E talni shkurtër për punën e gjatësis, nga talni femrat për punën e frisësis. Do më thonë, ka qenë njeri jo më i sinqert, ka thonë që to sani ma i let i mundshëm shkurta, tha nuk është e zërshme mu bojë bukur, sepse është diçka që mundën e bënë gjithë të cili. Një për tyne ta kumë bodone. Sot është gjëja më e vështirë ti është njeri i bukur. Shumë e sinqert. E unë për shtatë kumë dosh me thonë që unë nuk gjelozoj, se unë nuk e shoh vlerë fizikut. Edhe qofte bleme, qofte leme, që pezohë s'ke bojë hiqë ndërhyrje. Unë prap skrenarona me vetën teme. Pse skrenarona, se mu ma ka dhonë Zotit dhurat, me një diçka që unë e kom gjithë hazder, nuk kom se mu krenue. Unë e krenarona, kur nuk jo me në madhe, sikur ajo që më thot mu ti jesa ketë komplet që kjo koma jeme, nuk du mu krenaru me mena madhësi, me nënçmim, me ignorancë. Unë po du me thonë që unë shoh vlera tjera. Vlera tjera mas pari me ndërtu karakterin tem, imazhin tem, shkollimin, për kujdesin drejtim familje, po ashtu dhe zonë njëri, nëse e ka diçka të mirë në aspektin shpirtnor me bu humanizëm bos musive të veta, në mënyrë individuale, jo në aspektin e shqatës, po mënyrë individuale, që përfshin të gjithë, kjo, do më thonë, është krejt normale. Ju gjuhështë e kushtet materiale, ju gjuhështë e pjesa që janë me fillera, me botoksa, me gjëra, ju gjuhështë. Kjo për merë shkush, po të më pësko ka lele. Tjetra, për shamë, provokative, fjollën provokative, unë nuk e kom thonë në aspektin e fizikut. Provokim, unë e thonë, shamë, për zohë që kom thonë, edhe benitës, që shkon pej mashklit në mashkl, pej lullës në lulle. Pej lullës në lulle. Për shambull, Benita, mas pare, ka nis me këta, pej kësajna ka kësy tëne. Pej meje, mas pare me këta ka nis është një mësën. Benita, kur nisi fillim, mu afru me mu se Benita ka një njëri që ka folë mirë për mua. Tani filloj të one, prej meje, shkoj do më thonë, une që njoftova me tonin, pej tonin do më thonë shkoj të Klodi, shkurta e talë Klodin edhe Londrimin, për shkurta e bon të jetin gjesi Klodi edhe Londrimin. Tana, do më thonë, kjo ka kësy prej lullës në lulle. Prej lullës ka kësy në lulle.
të njëjtën, po si tani ju të dy si kur unë nuk ekzistoj fare. Kur i merr ti fustonet edhe Ju të dy jeni duke u sjellë si nuk ekzistoj fare. Dhe mos hajdeni thoni sikur keni respekt për mua, kurse ju jeni duke bërë të njëjtën gjë që bën Ne erdhëm te dera jote, ne erdhëm aty. Po dojna me folë edhe na, po dojna me folë edhe na. Ju jeni duke bërë të njëjtën gjë që bën Klodi dhe Londrimi. Bashkë bisedim. Ju jeni duke bërë të njëjtën gjë që bën Klodi dhe Londrimi. Është provokativ kur ti peshe, Ju që është jeni djali i duke mirë. bërë me mua të njëjtën gjë që bën Klodi dhe Londrimi, për të cilën ju mos e vazhdo ankoheni. lidhjen. Dhe ju vazhdoni e bëni me mua. Ju s'po ta ndalon. Përse e bëni me mua të njëjtën gjë që bën Klodi dhe Londrimi, për cilën ankoheni? Si shifti i këtina. Shkurta ka qef që fjalat flasën vetëm shkurta, dhe nuk intereson fare që ke kurizin si puna Klodit dhe Londrimit. Nalo, edhe ti lap po e shoh shumë mirë se çfarë bën. Edhe ti lap mos hajde të thuash mua që jam krau tënde dhe bën gjëra vetëm për Albën. Ose se jep të drejtën Albës, kur je duke bërë të njëjtën gjë për Klodin dhe Londrimin. Unë jam këtu dhe ju e bëni të njëjtën gjë që bëj Klodi dhe Londrimi. Mos u ankoni për Klodin, Londrimin, Dolçen edhe vajzat e tjera, kurse jeni duke bërë të njëjtën gjë me mua dhe unë prej jush nuk e pres ta bëni atë gjë. Astrid, daj konkret ku jeni, votoni për mua. Nuk e pres ta bëni ju atë gjë. Ja, nuk e bëni. Ma ktheni mu kurrizin këtu. Ja, unë s'ta ktheva. Unë jam te ti, çore. Doni bashkë bisedim? Po. Duhet ta dëgjoni opinionin tim, nuk ma kthesh kurrizin si tjerë. Po, kuri. Unë ty nuk ta kthej kurrizin shkurta. O Ludo, hajde pak tu se u nxet situata. Don t'i japësh mendimet e tuaja, jepi, kam respekt. Dëgjoj edhe tjerët. Jo kur flas nuk ma kthesh kurrizin. Ta kam kthy unë ty ndonjëherë kurrizin. Ja s'di. Ta kam kthy ndonjëherë. Ja s'di, Albatin. Albatin, ka thuaj Albës. Një kini qëtë dhomë, fresh. Një qëtë dhomë më ka upë qëtë ka dhomë. Jo, s'kemi, do porosisim të bugjete. Të lutem kafe për më, Turki. Ja ta kam kthy ndonjëherë kurrizin. Ja. Ti kur nis ti vazhdon si traktor, s'nalësh fare. Edhe kur ju qel si traktorit edhe vetë vazhdon. U kall. S'nalësh fare. Ani s'kodet, pjesë lojës. Pse ma kthen mua kurrizin? Pse ma kthen mua kurrizin? Pse ma kthen mua kurrizin? Dash një gjë për të mirë, nuk e pse ju a përmend përbërjen fizike vajzave, edhe veshjen materialistike ju keni, unë s'kam, nuk ka nevoja jo dhe bisede, se i kam dëgju mirë me vëmendje Lebelet janë probleme se kjo pjell. Nuk ka lidhje, unë po bisedoj me ty. Ti në momenti kur ja thua atyreve që unë s'kam pse të kem xhelozi për ty se ti e bëme, është ofendim për atë pjesë. Dhe ti nuk e ke atë lloj niveli. Më marrë me ofendimin në mënyrë tillë, lirë jo atyre. Ata janë që merr me ofendime të tilla, që na shajnë për punën se si e kemi fizikun, që s'dim veshemi, që i xhelozojmë, që si jena të bukura, që s'dim make-upin, që s'kemi shije në veshje, ose mundet sisha edhe s'kemi kushte materiale dhe kushte financiare. Atyre leju atë pjesë. Ti e zonja vetëm e peshu për gjërat e tuja ty që t'tallin, mos ju a kthe se çfarë bëjnë ata. Ata të sulmojnë ty për fizikun tënd, për paraqitjen tënd, për materializmat e tuja dhe mundësinë financiare. Ti arsyeto për veten tënd me gjërat e tuja. Momenti kur ju kthesh atyre me gjërat e tuja, ti del keq. Për Zotin. Nuk e di sa më kupton, po për të mirën tënde e kam.